Kam qenë kritikusi më i madh dhe ende kam mendimin e prerë që sot këto duhet të ndalohen derisa të përgatitet të përgatiten ligje dhe akte nënligjore, të cilat ose do ta rregullojnë situatën ose të mos lejojnë fare. Çfarë kam parasysh me rregullime ligjore? Cilat janë këto mjete? Çfarë kanë një letër nga mbrapa me karakteristika teknike? Kush duhet i përdori? Cila duhet jetë mosha që duhet i përdori? Çfarë rregullash duhet të dinë dhe çfarë duhet të mësojnë këta njerëz për të drejtuar këtë lloj mjeti? Është një mjet me 2 rrota që në rangut e gjitha mjeteve me 2 rrota ka ekuilibrin më të brisht. Shumë kollaj mund të mbasësh ekuilibrin dhe ti të rrezohesh. Imagjinoni që kjo të ndodhi me një shpejtësi mbi 40-50 km/h, me të cilin këto mjet të lëvizin sot. 3 veta në një monopatin, babai, nëna dhe fëmia. Është absurde. Një timon 50 cm që nuk është më shumë, 2 goma shumë të vogla dhe të eci me 45-50 km/h. Pastaj që ka të rinj që flasin celular, ka të rinj që hanë ndërkohë duke ngarë, janë mbi trotuar, kudo në çdo cep të rrugës që mund të gjejmë. Cilët janë këta prindër që ju japin fëmijëve mjete të tilla për të lëvizur? Këtë pikpamje duhet të ketë një, domethënë, veprim të menjëhershëm të shtetit, të organeve përkatëse për ndalimin e tyre.